kjo ka ndodhur gjithmonë, edhe janë gjithmonë njerëz ose grupe të caktuara që mundohen të përfitojnë nga informacionet e shkencës për të thurur konspiracion në interesat e tyre, sepse duan që të tërheqin në mënyra të veta. Dhe kjo ka ndodhur gjithmonë dhe nuk do të përjashtohej, do isha e çuditur nëse nuk do ndodhte edhe në rastin e kësaj. Por s'ka jashtëzakonshme, ajo po bën trajektoren e vet, është shfuar diellit para një jave në distancën më të madhe, po është në distancën më të vogël nga dielli, po është një distancë shumë e madhe. Dhe pastaj do të përshkojë në disa trajektoren e vet dhe do të largohet. Të na kushtojë. Okej, ju bët një përmbledhje të gjithë informacionit që ka shkenca deri në këto momente. Unë gjithsesi do doja të diskutonim bashkë për disa elemente të ndryshme të këtij lajmi. Për shembull, mund të renditen disa nga anomalitë në thonjza kryesore që shkencëtarët po vërejnë për këtë trup që ka marrë emrin 31 Atlas, një objekt ndër yjor që unë thash po kalon përmes sistemit tonë diellor. Atëherë, mes këtyre anomalive në thonjza, ju mund t'i konsideroni absolutisht normale, ka të tjerë që i konsiderojnë si anormale, por gjithë ky debat i ngritur i konsiderojnë si anormale, ndaj dhe unë po i definoj në këtë mënyrë. Pastaj ju sigurisht do na sillni këndvështrimin tuaj. Por një prej këtyre anomalive për shembull lidhet me trajektoren hiperbolike, që tregon se nuk është i lidhur, pretendohet paktën nga një pjesë e shkencës, nuk është i lidhur me diellin ton si një komet tradicional i sistemit ton diellor. Pikërisht kjo që thash, nuk është pjesë e sistemit diellor, sepse sistemi diellor është formuar rreth 5 miliard vite më parë. Është formuar në një mënyrë që një re është ngjeshur dhe ka krijuar diellin në qendër, dhe më vonë janë krijuar edhe trupat e tjerë, kryesorët janë planetet, pastaj satelitët edhe asteroidët dhe kometat. Kometat normalisht janë trupa akuj, sepse vinë normalisht nga periferitë e largta të sistemit diellor. Përgjithsisht sepse ka dhe kometa më të afërta. Dhe në varësi të distancës në momentin kur janë krijuar, ato kanë trajektori të ndryshme. Mund të kenë trajektore eliptike, siç janë kometat për shembull që njihen, të cilat vinë her pas here. Kometa Halley për shembull është shumë e njohur, se vjen çdo 76 vjet dhe na shfaqet. Sepse kështu e ka trajektoren e vet që e njohin me përpikmëri, qysh në kohën e Newtonit, me ligjet e Newtonit. Kurse ka kometa shfaqen një herë dhe iken, sepse i kanë trajektoret hiperbolike që thatë ju, nga që gravitacioni i sistemit diellor nuk është në gjendje të mbajë. Dhe kjo është një e tillë. Ajo është krijuar diku tjetër, ne tashmë e dim për arsyeën që u thash, sepse shpejtësia e saj është shumë e madhe se sa shpejtësia tipike. Dhe është krijuar diku tjetër, pra një ylli tjetër, dhe i ka shpëtuar siç këto tonat që kanë trajektore hiperbolike, ikin nga sistemi jon diellor dhe shfaqen diku tjetër mas miliona, varet nga distanca, domethënë. Edhe kjo i ka ikur dikujt tjetër edhe vjen e shfaqet tek ne dhe na zgjon interesin shumë mirë bën, edhe sidomos edhe interesin shkencor, jo vetëm interesin mediatik, sepse thash që është një rast shumë i mirë për të parë se çfarë gatuhet diku tjetër, përveç asaj që është gatuar në sistemin diellor. Pra kjo nuk është mister. Fakti që trajektoria është fare normal. E kuptoj. Një tjetër anomali konsiderohet nga një pjesë e shkencës, ju e përmendët, është kjo shpejtësi shumë e madhe se sa normale. Dhe kjo ka bërë që disa të konsiderojnë nëse ka ndonjë faktor tjetër në lojë. Ndaj dhe po flitet për shembull për energjitë të brendshme të objektit, pasi ky objekt nuk ndikohet nga tërheqja gravitacionale, thuhet, e planeteve ku po kalon. Ndikohet sigurisht, por ka shpejtësi shumë të madhe dhe kjo trajektore kjo tërheqje gravitacionale ja perturbon disi trajektoren, por shumë pak në mënyrë të pandjeshme. E njëjta gjë ndodhet edhe me kometat që njohim, sepse ne marrim në konsiderat kryesisht gravitacionin që ushtron dielli, se është trupi jashtëzakonisht më i madh i sistemit diellor në krahasim me trupat e tjerë, por edhe kometat tona kanë perturbime në trajektoren e tyre kur kalojnë pranë planeteve të tjera. Por përgjithsisht këto nuk janë shumë të ndjeshme për një kalim. Kalimi përsëritet siç thash
për kometat që shfaqen shpesh, domethënë këto efekte do mlidhen me njëri tjetrin dhe do bëjnë që trajektoria të ndryshojnë në mënyrë të ndjeshme. Gjë që ndodh me asteroidet për shembull, që asteroidet për shembull ka shumë në sistemin diellor dhe janë trupa që i kanë trajektorit e vështira për tu parashikuar, nga që është efekti gjithë trupave të sistemit diellor. Unë nuk dua ta kthej në një diskutim shumë teknik, sepse unë veti pare nuk i marr vesh dhe kam frikë se dhe një pjesë e madhe e televizionistëve do të na humbasin rrugës, por flitet për një raport të lartë CO2 H2O në bisht të këtij trupi, komet për ju, dhe gjithashtu lind kjo pyetja, si shpjegohet që objekti lëshon gaz ende pa ju afruar diellit, çfarë konsiderohet si do të ishte në teori një sjellje normale për kometat? Jo ndodh gjithmonë. Kometat e kanë bishtin edhe kur janë larg diellit, sepse vijnë nga larg, ku është temperatura shumë e ulët, pra ku është shumë ftohtë, dhe kur i afrohen diellit, temperatura ngrihet. Gazet e trupat, elementet që e bëjnë fillojnë të avullojnë, edhe pastaj shtypja e diellit i krijon atë bishtin e bukur të kometës. Edhe kësaj i kanë ndodhur e njëjta gjë, me pak specifika të tjera që po shqyrtohen nga shkencëtarët për të kuptuar, nga studiuesit e fushës, për të kuptuar se çfarë mesazhi po na sjell kjo komet nga një yll tjetër, nga një sistem tjetër ku është krijuar. Ka gjithashtu pretendime zonja Fizi se objekti lëshon nikel pa hekur apo përbërje të aleazheve industriale, gati sikur ka një lloj djegje të brendshme, nëse mund ta shtrojmë kështu. Janë shumë faktor, me thënë të drejtën, edhe është herët për të nxjerrë konkluzione, sepse këto janë studime që po bëhen, analizohen spektrat e dritës që vjen nga kometa, edhe është fjala e laboratoreve për ta thënë, është shumë herët për t'i thënë këto, por